Në Norvegji, reperi shqiptar Ari Bajgora nominohet për 4 çmime Spelleman Prisen. 21 vjeçari Ari Bajgora me origjinë shqiptare, banues në Gërën e Lokat të Oslos, është një nga artistët më të nominuar këtë vit në çmimet prestigjioze norvegjeze të muzikës, Spelleman Prisen. Bajgora është nominuar për 4 kategori: kënga e vitit, kompozitori i vitit, hip-hop dhe publikimi i vitit. Raperi u shpreh se kjo arritje ka një domethënie të veçantë për prindit e tij, të cilët erdhën në Norvegji si refugjat 26 vjet më parë. Është interesante të tregosh se mund të shkruash mirë edhe në norvegjisht, edhe pse nuk vjen nga një familje norvegjeze të Ari. Ai nisi të rapoj që në moshën 11 vjeçare në Sofienberg Parken, duke mbledhur para për njerëzit në nevojë. Këngët e tij më të njohura përfshin Losning Gesorgte Enterte në vitin 2023, Situacion në vitin 2024 dhe më e fundit Fall og Siseg, e cila u bë kënga norvegjeze më e dëgjuar e vitit.